Sa më shumë parkingje me pagesa, aq më shumë investime në lulishte e korsi për biçikleta do të mund të bëjë Bashkia e Tiranës. Kreu i bashkisë Erion Velia ka përuruar parkingun e dytë me pagesë në Tiranë, i cili ndodhet pranë stadiumit Selman Stërmasi. Velia i tha se tashmë ka ikur koha e hapësirave publike që menaxhoheshin për përfitime personale. Kjo është një mënyrë se si vetëm me 100 lek dhe me një faturë tatimore, çdo qytetar praktikisht investon në një qytet më të mirë. Me këto para që ne mbledhim nga parkimi, mbjellim më shumë pemë se këto që kemi mbjell këtu, bëjmë më shumë korsi biçikletash si ajo që ne kemi bërë në rrugën Dritan Hoxha, shtojmë hapësirat e gjelbërta, ashtu siç po bëjmë tek liçeni dhe në hapësira të tjera. Po ashtu, Velia nuk la pa përmendur dhe bashkinë e drejtuar nga Lulzim Basha, për të cilën u shpreh se i është dhënë fund modelit që parkimit menaxhoheshin nga deputetët demokrat. Për të sqaruar, çdo që është shqetësuar nga opozita, e di që ju janë prekur interesat, por unë jam zgjedhur që të mbroj interesat e qytetarëve të Tiranës. Ata janë zgjedhur që të mbrojnë interesat e deputetëve të tyre. Unë besoj që ka më shumë legjitimitet dhe më shumë banor Tirana, sesa një grup i vogël deputetësh që i kishte ndarë Tiranën në zona dhe në copa ku çdo para futej në xhepin e tyre. Kostoja e parkimit edhe në këtë parking do të jetë 100 lek në orë, ndërsa sipas përfaqësueses së agjencisë Tirana Parking, Egla Zëre, së shpejti Tiranës do t'i shtohen të tjera parkime pasi po punohet për to.